udhëhesve kryesor të shtetit që vijnë për 2026, e kryeministrit në detyrë ose fituesin e zgjedhjeve, absolut, si thera kur zotit Kurti dhe presidentës. Ekziston mundësia jo vetëm teorike, por edhe praktike që të shkojmë sërish në zgjedhje. Albin Kurti për çështjen e presidentit. E shes si deklaratë politike, paralajmuese apo si presion në kërcim ndaj asaj që konsiderohet opozitë. Opozita nuk pa reagim, përderisa nuk ka reagim opozita, nuk e di si komentu, po ta shtroj si pjesë e pavarur të societësisë civile si e komenton deklaratën e parë të ministrit për 2026. Në aspektin teorik, ky rrezik ka ekzistuar, për shkak se për zgjedhjen e presidentit na duhen 2/3 e votave, të 80 deputet që ndrojnë në sallë dhe të marrin pjesë në votim. Dhe kjo mas mire është përfaqë që e gjithë kjo blokadë gjatë këtij viti ka qenë e kalkuluar dhe shkaktuar nga zotri Kurti për ta pasur diasporën në Kosovë dhe për ta testuar nëse po arrin me marrë votat e nevojshme për ta formuar vetë qeverinë, që mandej ta ketë si mjet kërcënimi për zgjedhjen e. Kemë pranuar si pjesë e strategjisë veçantë. Por kjo është përfaqë, ky reagim po është përfaqë atë se pse është dashur që ne të shkojmë në zgjedhje në dhjetor dhe mandej të kemi pa siguri nëse duhet të shkaktojmë prap zgjedhjet edhe në shkurt ose prill të vitit. Se opozita nuk e votoi propozimin e zotit Kurti për një qeveri kalimtare me zotin Konuti si kryeministër. Por ka pasur edhe propozim të opozitës në fillim për një qeveri të përbashkët, për një qeveri teknike, por që nuk ka pasur vullnet minimal, që të formohet një qeveri e cila do ta miratonte buxhetin radh parë, kishim siguri në aspektin financiar, të ratifikoheshin ato marrëveshje ndërkombëtare që i sillnin 880 milion euro Kosovës, e marrëveshjen e Bankës Botërore me miliona të tjerë për infrastrukturën në Kosovë, dhe të përgatitemi për në pranverë, në kumat më të mirë, më pak me nxitim, të kemi zgjedhjet nëse dështojmë për presidentin. Por, kjo ishte një kalkulim i pasur që po e shpërfaq edhe ky reagim sot i zotrit Kurti, që blokada nuk ishte pse opozita e shkaktoi, ishte taktizim i zotrit Kurti për t'i pasur zgjedhjet në dhjetor dhe të llogarisë në vota. Aron Grac keni e zotit Kurti, nëse ka qenë taktikim, më thonë është politika, është një farë formë dhe taktik. Është po pajtohem, por opozita ka qenë totalisht pasive dhe reaktive. Do thotë asnjëherë nuk e ka marrë një veprim për t'ia prish lojën zotrit Kurti. Kemë pranuar si pjesë e veçantë të këtij reagimet. Po, te reagimi i parë për 2026. Është absolutisht është një tash kërcënim për zgjedhje partitë politike nuk duhet të kenë, se ato shkojnë te qytetarët dhe të testojnë vullnetin e qytetarëve, nuk duhet të shihet. A besoni se zoti Kurti mundi me supravend zgjedhjen prill? Është më shumë formë presionit, të cilën e bën që partitë opozitare të nënshtrohen. Nuk po kërkon bashkëpunim. Zgjedhja e presidentit kërkon bashkëpunim, për shkak se duhet të thotë ai 80 votë për të qëndruar në kuti, dhe është person i cili nuk është i gatshëm për bashkëpunim me askën, por kërkon vetëm nënshtrim dhe presion ndaj partive që të bëjnë të bien në diktatin e tij. Dhe në këtë formë po e shoh këtë matje pulsi është formë presioni, do thotë, mbi opozitën dhe kërkesë për nënshtrim jo për partner të koalicionit që shedojnë, do thotë, në demokracitë liberale, kur nuk i ke votat, ulesh, negocion dhe mirësh vesh për t'i shmangur zgjedhjet. Dhe qëllimi duhet të jetë shmangja zgjedhjeve, absolutisht. A shet gjas reali se zoti Kurti do të kërkojë bashkëpunim për çështjen e presidentit apo do ta tregojë prapë në zgjedhje? E dim si me 5 prill në prill janë edhe pashkët, se unë e para nguca pjesën e ironisë që ka gjasa më marr diaspora, por kolegët më njoftuan si me 5 prill janë pashkët. Domethënë si bjen prapë pas pushim. Nuk mundet me qenë ai numër që ishte për fund vit, do thotë është diçka organizuar që pritet edhe ndodh në mënyrë tradicionale dhe në pashkët është kohë shumë e shkurt, natyrisht mund të jetë taktizim. A mund me su prap zoti Kurti vendin në zgjedhje? Absolutisht po, dhe është akoma pozitë më e favorshme, për shkak se del për një rezultati të mirë të zgjedhjeve nacionale. Do ta ketë me gjas Albulena Haxhiun sekretare të kuvendit dhe pastaj edhe ushtruesit të detyrës së presidentit, dhe ajo do të jetë edhe një formë shtesë e presionit dhe shantazhit mbi partitë tjera opozitare, që në rast se ato së bashku e formojnë një shumicë parlamentare, në herën e dytë pak është e pritshme që t'u japet. Do të jetë Albulena Haxhiu, beson si prap do të jetë Albulena Haxhiu kryeparlamentare? Nëse ka qenë taktikim kjo, beson se do ta çes prap Albulena apo do ta emëroj ministri?